ngritja e zërit në prezencë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë është i dërguar i Zotit dhe se çfarë duhet jetë ai për besimtarin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam duke na treguar se çfarë duhet jetë dashuria për dërguarin e Zotit për besimtarin thotë: nuk beson asnjëri prej jush me besim të drejtë dhe të kompletuar, përderisa nuk jam unë më i dashur për të, se sa fëmia, pasuria, prindrit, deri dhe vetja e tij. I thot Umeri radiallahu anhu, i dërguari i Allahut, të dua ty më shumë se gjithçka u përmend, veç vetes time, pra nuk të dua më shumë se sa vetja ime. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk është kompletuar besimi o Umer. Më pas drejtohet Umeri radiallahu anhu dhe i thot, o i dërguari i Allahut, unë të dua sot ty më shumë se sa vetja ime. Përse e kërkon diçka të tillë profeti alayhi salatu wasalam, në mënyrë që fjala e tij, duke qenë se nuk flet nga vetja, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ajo që flet profeti nuk flet thot nga vetja, thot Zoti i gjithësisë. Ajo që ai flet me shpallje hyjnore. Pra ato që ne i njohim ndryshe si hadithet, fjalët e profetit alayhi salatu wasalam nuk i flet nga vetja e tij, por janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala, të formuluara me gjuhën e dërguarit Zotit ndryshe nga Kurani famlar. Ndaj na e kërkon këtë lloj dashurie dhe e kërkon Zoti i gjithësisë në mënyrë që këto fjalë të tija të jenë ligj për ne i pa diskutueshëm. Pra kur thuash ka thënë profeti, të kujtohet fjala e Zotit, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Mos i paraprini fjalëve të Allahut dhe të dërguarit.